Nasi klubin akon për 4-1. Për arsye se po tash na po thojmë lojtar, do të më ditë se i ki 12 lojtarëve. I ki lojtar vendor që lun edhe jep kontribut edhe ki lojtar që lun, po si jep kontribut. Që ata që japin kontribut janë të pakt. Se ma përpara fole me vullnetin për Evropë. Unë besoj se nëse më lejohet me folë se ko marrë pjesë vetë-vetiu, ne kena një mangësit kur të luajmë në Evropë se lojtarët, kur vjen puna lojtar vendor me jap kontribut, që aty na qalojmë. Se lojtarët, për shembull, pelojmë, ka luajtur me një Mbrukjen, shumicën e ka lojtar vendor në Mbrukje, që e kanë jap kontributin më të madh në lojë me fitoren kundër Trepçës. Apo kuptoni, ka edhe ata amerikanët, po lojtar vendor, që aty na qalojmë kur vjen puna të lojtar vendor me jap kontribut. Na nuk kena lojtar vendor për krejt ekipet kualitativ me jap kontribut. Se për me lujt, na i bojmë lojtarët, kupton edhe juniore, 20 vjeçare, ata luajnë secili, po lojtarët me jap kontribut nuk i kena për me i përmbush secilit kërkesat. Për shkjo mendoj që 4+1 duhet me kon opcion. Nuk po them mu bose. Kjo është demokracia dhe votojmë në aty, po që kjo mendoj që është e mira se nuk kena lojtar. A gjenë zgjidhje para se mu konstituu parlamenti gjithë. Ena shumë të letën këtë. Mama mos timën politikë se po e shofim ka për nacion politika. Ti mbami sportit dhe basketbolit i cili po na bashkon. Që është e në demokracisë që jeta e këzoni. Jo, po vullneti për shkak e ka lojtar në ekip të vetën që pak amerikan munden me qitë për i sistemit ose për informacionit. Mikajlit Mushqish për shkak. Unë besoj që pak amerikan e qesin jashtë. Po. Kondush me pruat. Okej. I dalë?